deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju, të cilët jemi sot bashkë, dhe inshallah siç jemi bashkë në këtë xhami, do të jemi edhe në xhenetet e larta. Shkaku që jemi këtu është pikërisht muaji i madhërueshëm i Ramazanit, i cili sapo është nda prej nesh. Po inshallah nuk do të jetë nda për gjithmonë, po do të jetë nda vetëm për një vit, dhe kur të vijë viti tjetër inshallah prapë do të jemi me Ramazanin. Ishte mëshirë dhe begati për i këmon dhe Zotë që le gjëratë. Nëse ju kujtohet e kemi fillu me një ajet në cilin Allahu në e bën obligim, kur dhe në thot, ja e juhe ledhine amenu kutibe alejkum osian. O ju që keni besu, afroni të këzote që le gjëratë. Dhe agjeroni muajin e Ramazanit, sepse edhe për të tjerët para jush ka qenë bërshë për muaj. Dhe ne alhamdulillah agjeru. Me të vërtet na i zbukuroi xhamit tonë, iftaret tonë, sefyret tonë. Na i zbukuroi namazet ky muaj i madhërueshëm. Ja vetëm kaq, po Allahu xhelel xhelalu përgatiti falje dhe mëshirë të madhe. A e dini si i përmend dhe i lavdëron Zotin xhelel xhelalu ata të cilët agjerojnë? Wasaimine, wasaimati, burra dhe gra që kanë agjeruar. E ada Allahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ata kanë ka Allahu xhelel xhelalu falje të madhe edhe mëshirë të madhe. Me siguri ke i madhe Zot, është regjistruar në grupin e njerëzve të mëshiruar ai i cili ka agjeruar 30 ditë të Ramazanit. Allahu e ka falë dhe ka mëshiruar sepse e përmend dhe lavdron Kur'anin e madhërueshëm. Po thotë edhe prej grup tjetër, vësabinine, vësabirati, durimtar dhe durimtare, të cilët durun, qenë vëmendshëm, qenë kujdesshëm gjatë muajit Ramazanit, Allahu dhe për ta ka përgatitur të njëjtën falje edhe të njëjtën mëshirë. Por ka përgatitur mëshirë edhe për një grup tjetër, Allahu xhelel xhelaluhu. Wal mutasaddiqine wal mutasaddiqati. Bamirës edhe bamirëse, të cilët veprojnë dhe ndajnë, bën mirësi gjatë muajit Ramazanit, Allahu dhe për ta ka përgatitur falje edhe mëshirë të madhe. Sa do të vazhdojë kjo falje dhe kjo mëshirë e Zotit xhelel xhelaluhu, është e volosme për 30 ditë të Ramazanit. Në këtë ditë, shejtani është i shkatruar. Bile bërtasin, ulerin, sepse lirohen. Dalin nga pranën, fill masin dalin në tek dera ke porta jashtë xhamisë. Edhe i presin njerëzit në prej. Thotë si i shkatrojnë. Se Allahu nëna e shkatroi punën tonë për një vit, se i falit gjithë. Edhe sot, çdo besimtar dhe besimtare del për të marrë tamam se i punëtori që shko për të marrë rrogën aty ka i punëdhësi, shpërblimin e vet. Allahu është premtosi sa. Ai shpërblimin që ka caktuar për robërit e tij nuk e kthen më. Çfarë ndodhesh? Sa do vazhdojësh? Ta morëm shpërblimin e Zotit, mirësi, faljen e tij, sepse kemi edhe 11 muaj tjerë që do luftojmë me të mallkumin, do luftojmë me ato të cilët janë kundra besimit tek Zoti xhelel xhelaluhu. E çfarë do bësh? Ato që përmendëm. Mos u ndaj nga veprat e mira. Mos u ndaj nga namazi. Mos u ndaj nga veprat e mira sepse ai pret mbrojtje. Sa po dalin, ti shkatroj. A i keni gjuhë sa njerëz si thonë. Nuk e falë më. Mjaftu u rezervohë. 30 ditë të Ramazanit, të shtej do shkatrojë. Në veprat tjera. Nuk banë për Zotin. Nuk banë. Ke marë mëshirën dhe rahmetin e Zotit xhelel xhelaluhu. Allahu ka sjellë një ajet apostafat dhe thotë, mos harroni. Wa abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhëroje Zotin tonë deri në frymën e fundit. Pra, mos e mbyll me 30 ditë të Ramazanit. Është e mjaftueshme, por nuk është e mjaftueshme. Ilaçet siç t'i jep ai doktori, Zoti bekon ato, duhet me i majt ashtu si kur ta thonë. Edhe doktori, udhëheqësi, sunduesi, i përhershmi është Allahu xhelel xhelaluhu. Edhe thotë, mos i lini namazet, mos i lini veprat e mira. Po edhe sadakat, që i keni dhënë, që i keni punuar gjatë Ramazanit, vazhdoni prapë. Edhe durimin mos e leni.
vazhdojeni prap, edhe mos Ramazanit. Po ka vajgjënime tjera, nafile, vullnetare, namaze, që duhet me imajt për arsye se e lufta është e fortë. Lufta është e rrejtë. Kundërshtit janë të forta, për ne duhet adhurim sa ti je gjallë mos u ndaj prej Zotit që lëshnare. Allahun e lutem inshallah të na falë, na mëshiroj ditën e kemi tu. O Zot, çka na duhet na e siguroj ja Rabbil Alamin. Na afro tek mamia jote ja Rabbil Alamin. O Allah, mos na ndaj nga mëshira jote. O Allah, gjithçka na duhet na e siguroj ja Rabbil Alamin. Vem para mamis tonë në këtë ditë bajrami me shumë gjinafe. O Allah, na i fshi gjithë neve ja Rabbil Alamin. Qofshin e do të hapta apo fsheta, na i fshi ja Rabbil Alamin. O Allah, vem me borxhe, me halle, me delashe, na i letësa, na i likujta dhe na ndihma ja Rabbil Alamin. Oj, mëdhi Allah, ato që vjen me smundje, shëroj ja Rabbil Alamin. Bëja pasrim smundjet ja Rabbil Alamin. Oj, mëdhi Allah, ato që vjen pa punë, punësoj ja Rabbil Alamin, me punë halal, oj, mëdhi Allah. Të lutem ato që vjen të dhënum, pajtoj në këtë ditë bajrami ja Rabbil Alamin. O Allah, ato që vjen nga larg, afroj tek familjet e tyre ja Rabbil Alamin. Po dhe ato që janë dënu, o Zot, bashkoj me familjet e tyre ja Rabbil Alamin. Oj, mëdhi Allah, ato që vjen pa martohu në këtë ditë bajrami mbas 10 minuti, jepu fatarit timve dhe vajzëve tona ja Rabbil Alamin. Jepu bashkëshort dhe bashkëshortet të harit ja Rabbil Alamin. Oj, mëdhi Allah, ato që vjen fakira pasuroj ja Rabbil Alamin. Me halal, oj, mëdhi Zot. Të lutem, sikur na ke bashkuar në këtë fitër bajram, o Allah na bashkojnë në bajramet tjera. Na bashkojnë hajër ja Rabbil Alamin. Me ato veprat me cilët je i kënaqur ja Rabbil Alamin. O Allah, na bashkojnë në xhenetet e larta. O Allah, i lutem të drejtojmë posaçërisht për të gjithë të dashurit tonë, besimtarë dhe besimtare që na kanë kaluar për kësaj jete. O Allah, falë mëshiroj dhe jep xhenetin e lartë ja Rabbil Alamin. Kërkojmë falën dhe mëshirën tënde për gjithë ne që jemi këtu ja Rabbil Alamin. O Allah, mos na largon nga mëshira dhe rahmeti jot ja Rabbil Alamin. S'kemi tjetër veç manistane, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ne vetëm ty të përulemi dhe vetëm prej teje presim ndihmën. O mëdhi Allah, për gjithçka të lutem, ne pranojmë. Zbritem mëshirën për ne ja Rabbil Alamin. Për mi popullin ton, udhëzoj, drejtoj në gjithçka ja Rabbil Alamin. Afroj të ky iman, të ky besim ja Rabbil Alamin. Unë të lutem dhe për gjithë ato besimtarë dhe besimtare në për vendet e botës, që janë hall, janë pa shtëpie, janë shkatruar me kafirë. O Allah, mëshiroj, mbroj ja Rabbil Alamin, siguroj ja Rabbil Alamin, jepu qetësi ja Rabbil Alamin. O Allah, na fal, na mëshiroj, dhe na i prano agjërimet tona, namazet tona, sadakat tona, familësit tona, ja Rabbil Alamin. Allahu na fal edhe na mëshiroj të gjithë. Për shumë vjet edhe gëzuar fitër bajramit. Urojmë njëri tjetrit edhe inshallah me kujdes me dalë